Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme në trupin e njeriut. Një laborator i heshtur që punon pa pushim për të filtruar gjakun, për të metabolizuar yndyrnat, për të ruajtur vitaminat dhe për të ndihmuar në qindra procese jetike. Për vite me radhë, shumica e njerëzve nuk e mendon fare shëndetin e mëlçisë derisa shfaqen problemet. Por në ditët e sotme, një gjendje po bëhet gjithnjë më e zakonshme. Mëlçia e dhjamosur. Kjo gjendje shpesh zhvillohet në heshtje. Shumë persona e kanë pa e ditur, sepse në fazat e para nuk jep simptoma të forta. Megjithatë, me kalimin e kohës, grumbullimi i yndyrës në qelizat e mëlçisë mund të çojë në inflamacion, dëmtim të indeve dhe madje në komplikacione serioze. Pikërisht për këtë arsye, interesi për mënyra natyrale që ndihmojnë shëndetin e mëlçisë është rritur shumë. Në mesin e këtyre metodave, shpesh përmendet një pije e thjeshtë me 2 përbërës që pretendohet se ndihmon në reduktimin e yndyrës së mëlçisë gjatë natës. Por sa e vërtet është kjo? Si funksionon trupi gjatë gjumit? Dhe a mundet vërtet një zakon i vogël para gjumit të bëjë ndryshim të madh? Për ta kuptuar këtë, duhet së pari të kuptojmë se çfarë është në të vërtetë mëlçia e dhjamosur. Mëlçia e dhjamosur ndodh kur yndyra përbën më shumë se 5-10 i të peshës së mëlçisë. Në shumë raste lidhet me stilin e jetesës. Ushqim i pasur me sheqerna të rafinuara, yndyrna të tepërta, mungesë aktiviteti fizik dhe mbipesh. Por jo gjithmonë. Ka edhe persona të dobët që mund ta zhvillojnë. Ekzistojnë 2 forma kryesore. E para lidhet me konsumimin e alkoolit. E dyta, shumë e përhapur sot, quhet mëlçia e dhjamosur jo alkoolike. Kjo e fundit është e lidhur ngushtë me rezistencën ndaj insulinës, sindromën metabolike dhe stilin modern të jetesës. Ajo që e bën këtë gjendje të rrezikshme është fakti që shpesh nuk dhem. Njerëzit mund të ndihen pak të lodhur, të kenë rëndes në anën e djathtë të barkut ose asgjë fare. Shpesh zbulohet rastësisht në analiza gjaku ose ekografi. Megjithatë, lajmi i mirë është se në fazat e hershme, mëlçia ka aftësi të jashtëzakonshme rigjenerimi. Me ndryshimet e duhura në stilin e jetesës, yndyra në mëlçi mund të ulet ndjeshëm. Këtu hyn në lojë ideja e pijeve natyrale. Trupi gjatë natës nuk është i fikur. Përkundrazi, shumë procese riparuese ndodhin pikërisht gjatë gjumit. Metabolizmi vazhdon, mëlçia përpunon substanca dhe sistemi hormonal rregullohet. Nëse para gjumit konsumohen zgjedhje të zgjuara ushqimore, ato mund të mbështesin këto procese natyrore. Një nga kombinimet më të përfolura është përzierja e ujit të ngrohtë me limon dhe uthull molle. Disa variante përdorin limon me ujë të vakët, të tjerë shtojnë edhe pak mjalt. Ideja pas kësaj pijeje është e thjeshtë. Të mbështetet tretja, të përmirësohet ndjeshmëria ndaj insulinës dhe të ndihmohet metabolizmi i yndyrave. Limonët janë të pasur me vitaminë dhe përbërës antioksidant. Ata stimulojnë prodhimin e lëngjeve tretëse dhe ndihmojnë hidratimin. Nga ana tjetër, uthulla e mollës është studiuar për efektet e saj në kontrollin e sheqerit në gjak dhe në ndjesinë e ngopjes. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të theksohet diçka që shpesh keq kuptohet. Nuk ekziston një pije magjike që shkrin yndyrën e mëlçisë brenda natës. Procesi është gradual dhe kërkon kohë. Pijet natyrale mund të jenë mbështetje, por jo zëvendësim për një stil jetese të shëndetshëm. Atëherë pse rekomandohet konsumimi para gjumit? Gjatë natës, trupi kalon në një fazë riparimi dhe balancimi hormonal. Nëse niveli i sheqerit në gjak është më i qëndrueshëm dhe tretja nuk është rënduar, mëlçia mund të funksionojë më efikas. Një pije e lehtë, pa kalori të tepërta, mund të ndihmojë në këtë drejtim, sidomos nëse zëvendëson snacket e rënda të natës. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Një gotë ujë i vakët, lëngu i gjysmës së një limoni, një lugë çaji uthull molle, opsionale. Pija konsumohet rreth 30-60 minuta para gjumit. Duhet të jetë e butë për stomakun dhe jo shumë e përqendruar. Por kujdes, personat me probleme gastriti, refluksi ose ulqera duhet të jenë të kujdesshëm me aciditetin dhe të konsultohen me mjekun. Ndërkohë, faktori më i fuqishëm për uljen e yndyrës në mëlçi mbetet humbja graduale e peshës trupore. Studimet tregojnë se ulja e 7-10 i të peshës mund të përmirësojë ndjeshëm gjendjen e mëlçisë. Aktiviteti fizik i rregullt, reduktimi i sheqernave të shtuara dhe rritja e konsumit të fibrave kanë ndikim shumë më të madh se sa çdo pije e vetme. Megjithatë, zakonet e vogla të përditshme kanë rëndësi. Një rutinë e lehtë në mbrëmje,
mund të jetë një hap i mirë drejt një stili jetese më të ndërgjegjshëm. Shumë njerëz që fillojnë të kujdesen për mëlçinë e tyre, raportojnë ndryshime graduale. Më pak fryrje, më shumë energji në mëngjes, përmirësim në analizat e gjakut. Këto nuk ndodhin brenda natës, por me javë dhe muaj konsistence. Mëlçia ka një aftësi të jashtëzakonshme për të rikuperuar, por kjo aftësi nuk është e pakufizuar. Kur për vite me radhë trupi përballet me tepritës kalorish, sheqer të lartë dhe mungesë lëvizjeje, depozitimi i yndyrës në mëlçi bëhet pothuajse i pashmangshëm. Problemi është se shumë njerëz përqendrohen vetëm te pesha trupore dhe harrojnë se edhe persona që nuk duken mbi peshë mund të kenë mëlçi të dhjamosur. Një nga mekanizmat kryesor që çon në këtë gjendje është rezistenca ndaj insulinës. Kur qelizat nuk i përgjigjen mirë insulinës, trupi prodhon më shumë prej saj. Kjo gjendje favorizon depozitimin e yndyrës, sidomos në zonën e barkut dhe në mëlçi. Për këtë arsye, çdo strategji që stabilizon sheqerin në gjak mund të ndihmojë indirekt edhe mëlçin. Këtu rikthehemi te ideja e pijes së mbrëmjes. Kur konsumohet një pije e lehtë, pa sheqer të shtuar, ajo nuk e ngarkon metabolizmin gjatë natës. Përkundrazi, ndihmon hidratimin dhe mund të mbështesë proceset natyrore të trupit. Limonët përmbajnë flavonoide që kanë veti antioksiduese, ndërsa uthulla e mollës është studiuar për efektin e saj modest në ndjeshmërinë ndaj insulinës. Megjithatë, duhet theksuar se efekti është mbështetës, jo mrekullibërës. Shumë tituj në internet përdorin fjalë si shkrin yndyrën, por në realitet, reduktimi i yndyrës në mëlçi ndodh kur trupi hyn në deficit energjie dhe përmirëson metabolizmin e yndyrave. Një pyetje që bëhet shpesh është: pse gjatë natës, gjatë gjumit ndodhin disa procese të rëndësishme? Rregullimi i hormoneve të urisë dhe ngopjes, riparimi i indeve, përpunimi i lëndëve ushqyese nga mëlçia, stabilizimi i sheqerit në gjak. Nëse darka ka qenë e rëndë, shumë e vonë ose e pasur me sheqer, këto procese pengohen. Por kur mbrëmja është më e lehtë dhe trupi është i hidratuar mirë, mëlçia punon më qetë. Kjo është arsyeja pse ekspertët shpesh rekomandojnë disa zakone të thjeshta në mbrëmje. Të mos hahet shumë vonë, të shmangen ëmbëlsirat para gjumit, të kufizohet alkooli, të mbahet hidratimi i mirë. Pija me limon dhe ujë të vakët futet pikërisht në këtë filozofi minimaliste. Një element tjetër që shpesh neglizhohet është cilësia e gjumit. Mungesa e gjumit lidhet fort me rezistencën ndaj insulinës dhe shtimin e yndyrës në mëlçi. Personat që flen rregullisht më pak se 6 orë kanë rrezik më të lartë për probleme metabolike. Prandaj, një rutinë qetësuese para gjumit, si një pije ngrohtë pa kafeinë, mund të ndihmojë edhe indirekt. Megjithatë, jo të gjithë reagojnë njësoj. Disa persona ndihen shumë mirë me ujë me limon në mbrëmje, ndërsa të tjerë mund të kenë irritim stomaku. Trupi jep sinjale dhe ato duhen dëgjuar. Një nga gabimet më të zakonshme është mbështetja vetëm te recetat natyrale, ndërkohë që pjesa tjetër e stilit të jetesës mbetet e njëjtë. Nëse gjatë ditës konsumohet shumë fast food, pije me sheqer dhe mungon lëvizja, asnjë pije nate nuk mund ta kompensojë. Në praktikë, përmirësimi i mëlçisë së dhjamosur mbështetet në 4 shtylla kryesore: ushqyerja e balancuar, aktiviteti fizik i rregullt, gjumi cilësor, menaxhimi i peshës. Pijet natyrale janë vetëm një ndihmë e vogël brenda kësaj panorame. Një strategji shumë efektive është ecja pas darkës për 10-20 minuta. Kjo ndihmon uljen e sheqerit në gjak dhe përmirëson tretjen. Kur kombinohet me një darkë të lehtë dhe hidratim të mirë, krijohet një mjedis shumë më i favorshëm për mëlçin. Nga ana ushqimore, disa ushqime janë veçanërisht të dobishme për shëndetin e mëlçisë. Perimet me gjethe jeshile, brokoli dhe lakrat, peshku i pasur me omega 3, vaj ulliri ekstra i virgjër, arat dhe farat, kafeja pa sheqer gjatë ditës, ndërsa ushqimet që duhen kufizuar përfshin pijet e ëmbla, sheqernat e rafinuara, mielin e bardhë në tepric, ushqimet e skuqura shpesh, alkoolin e tepërt. Kur këto parime ndiqen për disa muaj, shumë persona shohin përmirësim të dukshëm në analizat e mëlçisë. Një tjetër aspekt interesant është ritmi i humbjes së peshës. Shumë njerëz përpiqen të dobësohen shumë shpejt, por rënja shumë e shpejtë në peshë mund ta përkeqësojë përkohësisht mëlçinë e dhjamosur.
Objektivi ideal është humbje graduale dhe e qëndrueshme. Në këtë kontekst, pija e mbrëmjes funksionon më shumë si një ritual që të kujton për kujdesjen ndaj vetes. Ajo zë vendin e zakoneve të këqija të natës dhe ndihmon në krijimin e disiplinës. Ka edhe variante të tjera të ngjashme që disa njerëz i përdorin. Uji i vakët me limon dhe pak xhenxhefil. Çaj kamomili pa sheqer. Uji i vakët me kanellë të lehtë. Të gjitha kanë një ide të përbashkët, të jenë të lehta për trupin para gjumit. Në fund të fundit, pyetja më e rëndësishme nuk është nëse një pije vetëm bën mrekulli, por nëse rutina e përditshme po shkon në drejtimin e duhur. Mëlçia përgjigjet shumë mirë ndaj ndryshimeve të qëndrueshme, edhe kur ato janë të vogla. Një nga arsyet pse mëlçia e dhjamosur shpesh zbulohet vonë është fakti që shenjat e para janë shumë të lehta dhe lehtësisht të neglizhueshme. Shumë persona jetojnë me këtë gjendje për vite pa e kuptuar. Derisa një analizë rutinë e gjakut tregon rritjet e enzimave të mëlçisë, ose një ekografi zbulon depozitim yndyre. Megjithatë, trupi shpesh jep sinjale të vogla paralajmëruese. Lodhja e vazhdueshme është ndër më të zakonshmet. Nuk është një lodhje e fortë që të rrëzon në shtrat, por një ndjesje e vazhdueshme mungese energjie, sidomos pas vakteve të rënda. Disa persona përshkruajnë edhe një ndjesje rëndese, ose presioni në anën e djathtë të sipërme të barkut. Fryrja e shpeshtë, vështirësia në tretjen e yndyrnave dhe mjegullimi mendor gjatë ditës janë gjithashtu ankesa që raportohen shpesh. Natyrisht, këto simptoma nuk janë specifike vetëm për mëlçinë e dhjamosur. Prandaj analizat janë thelbësore për konfirmim. Zakonisht mjekët fillojnë me analiza gjaku që matin enzimat hepatike, si lakta dhe seta. Nëse ato dalin të rritura ose ka faktor rreziku, rekomandohet ekografia abdominale, e cila është metodë thjeshtë dhe jo invazive për të parë depozitimin e yndyrës. Në disa raste përdoren edhe metoda më të avancuara si elastografia për të vlerësuar nëse ka filluar fibroz, ngurtësim i indit të mëlçisë. Kjo është e rëndësishme, sepse fazat e hershme janë plotësisht të kthyeshme, ndërsa fazat e avancuara kërkojnë kujdes shumë më të madh. Pasi diagnoza konfirmohet, shumë njerëz pyesin, nga të filloj. Përvoja klinike dhe studimet bien dakord në disa hapa praktik që japin rezultat real. Së pari vjen rregullimi i ushqyerjes. Nuk bëhet fjalë për dieta ekstreme, por për ndryshim të qëndrueshëm. Reduktimi i sheqernave të shtuara është ndër veprimet më të fuqishme. Pijet e gazuara, lëngjet e gatshme dhe ëmbëlsirat industriale janë ndër kontribuesit kryesor në depozitimin e yndyrës në mëlçi. Zëvendësimi i karbohidrateve të rafinuara me burime më të plota është një hap tjetër i rëndësishëm. Për shembull, buka e bardhë dhe brumrat e përpunuar mund të zëvendësohen gradualisht me drithëra integrale. Fibrat ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit në gjak dhe në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës. Proteina e mjaftueshme është gjithashtu thelbësore, sidomos për personat që synojnë të ulin yndyrën trupore. Ajo ndihmon në ruajtjen e masës muskulore, gjatë humbjes së peshës dhe rrit ndjesinë e ngopjes. Burimet e mira përfshin peshkun, vezët, kosin natyral, bishtajoret dhe mishin e bardhë. Yndyrnat nuk duhet demonizuar, por duhet zgjedhur cilësia e duhur. Vaj ulliri ekstra i virgjër, arat, farat dhe peshku yndyror janë zgjedhje që mbështesin shëndetin metabolik. Ndërkohë, yndyrnat trans dhe ushqimet shumë të skuqura duhen kufizuar sa më shumë. Hapi i dytë është lëvizja. Nuk është e domosdoshme të fillohet menjëherë me stërvitje intensive. Edhe ecja e shpejtë 30 minuta në ditë ka treguar përmirësime të ndjeshme në yndyrën e mëlçisë. Kombinimi i aktivitetit aerobik me ushtrime force jep rezultatet më të mira, sepse rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në përdorimin e yndyrës si energji. Hapi i tretë lidhet me peshën trupore. Siç u përmend më herët, humbja graduale e rreth 7-10 të peshës shpesh sjell përmirësime të dukshme në mëlçinë e dhjamosur. Për një person 88 kg, kjo do të thotë rreth 6-9 kg të humbura gradualisht gjatë disa muajve, jo me nxitim. Këtu, rutina e mbrëmjes me pijen e lehtë mund të ndihmojë psikologjikisht dhe praktikisht. Ajo zë vendin e snackeve të natës, ndihmon hidratimin dhe krijon një ritual që e mban personin të fokusuar te qëllimi. Hapi i katërt shpesh nënvlerësohet, menaxhimi i stresit. Stresi kronik rrit kortizolin, i cili lidhet me depozitimin e yndyrës abdominale dhe rezistencën ndaj insulinës. Teknikat e thjeshta si frymarrja e thellë, shëtitjet në natyrë,
Meditimi i shkurtër ose thjesht një rutinë që para gjumit mund të kenë ndikim më të madh se sa duket. Gabimet më të zakonshme që e pengojnë përmirësimin janë disa. Shumë persona kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe heqin dorë shpejt, kur nuk shohin ndryshim brenda pak javësh. Të tjerë përqendrohen vetëm te suplementet dhe harrojnë bazat. Një gabim tjetër është dieta shumë restriktive, që nuk mund të mbahet gjatë. Gjithashtu, konsumimi i fshehtë i sheqerit në produkte të përpunuara është një pengesë e madhe. Edhe ushqime që duken të padëmshme mund të kenë sasi të larta sheqeri të shtuar. Kur bëhen ndryshimet e duhura dhe mbahen me konsistencë për 3-6 muaj, shumë persona shohin ulje të enzimave të mëlçisë, përmirësim në ekografi, më shumë energji gjatë ditës, ulje të yndyrës abdominale. Në këtë pikë, pija me 2 përbërës merr vendin e saj real, një ndihmë e vogël brenda një strategjie të madhe. Nëse e përdor me pritshmëri reale, si pjesë e një rutine të shëndetshme, mund të jetë e dobishme. Nëse pritet të bëjë mrekulli pa ndryshime të tjera, zhgënjimi është pothuajse i sigurt. Mëlçia nuk kërkon perfeksion, kërkon qëndrueshmëri. Ndryshimet e vogla të bëra çdo ditë, darkat pak më të lehta, ecjet e rregullta, gjumi më cilësor dhe hidratimi i mirë krijojnë së bashku efektin që shumë njerëz e kërkojnë në një zgjidhje të vetme. Dhe shpesh, pikërisht këtu fillon përmirësimi i vërtetë.